të përshëndes, 2 nëntori është shpallur ditë zije kombëtare, ku flamujt do t'jenë të ulur në gjysmështisë, të jenë fakt përpara Pallatit Kongreseve, aty ku besoj gjithçka po përgatitet për të përcjell me nderimet më të larta ish kryeministri Fatos Nano, apo jo? Po, dita e diel do t'jetë ditë zije me vendim të Këshillit të Ministrave për ish kryeministrin Fatos Nano, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Këtë ditë të shtunë po kryen omazhet private këtu në Tiranë për ish kryeministrin Fatos Nano nga familja, ndërsa ditën e nesërme do të ketë homazhe publike, homazhe shtetërore dhe nderim nga personalitete dhe një ceremoni funebre shtetërore e lamtumirës dhe më pas do të përcillet në banesën e fundit. Është ngritur një komision i posaçëm shtetëror në mbikëqyrjen e kryeministrit me përfaqësues nga institucionet kryesore shtetërore dhe të sigurisë për mbarvajtjen e ditës nesërme, në respekt të kontributit të çmuar të Fatos Nano si ish kryeministër, por edhe si ish kryetar i Partisë Socialiste. Dhe pikërisht këto omazhe publike dhe shtetërore do t'i kryen në Pallatin e Kongreseve, aty ku filloi dhe realisht karriera politike e Fatos Nanos në Kongresin e 10 të Partisë së Punës së Shqipërisë më 12 qershor të vitit 1991, Fatos Nano u emërua kryetar i Partisë Socialiste në të njëjtën ditë kur Partia e Punës ndroi emër dhe fytyrë dhe nga aty filloi reformimi dhe tranzicioni i kësaj partie të re, e cila sot ndodhet ka frenat e qeverisë dhe drejtimit të vendit. Dhe ai nga atëherë filloi, le ta themi, një reformim të Partisë Socialiste, duke i hapur rrugë figurave të reja dhe më pas duke u bërë dhe 2 herë të tjera kryeministër i vendit për të mbyllur karrierën politike në vitin 2005. Siç e theksuam, një ditë më parë ai u nda nga jeta në një spital privat Tiranë pas një betejë të gjatë me një sëmundje, ndërsa ditën e nesërme do i jepet edhe lamtumira, sigurisht të pranishëm në Pallatin e Kongreseve do të jenë mjaft personalitete të majta dhe të djatha, duke kujtuar se edhe një ditë më parë ngushëllime ka patur nga gjithë spektri politik pa dallime politike për Fatos Nanon. Dhe kjo është e vërtet, në fakt, dhe ne kemi përgatitur edhe një material ku janë të përmbledhur të gjithë ngushëllimet dhe çfarë kanë shprehur politikanë kolegë të Fatos Nanos. Por kryeministri Edi Rama, përveç se ngushëllimeve që ka shprehur qoftë një ditë më parë, ditën e sotme andon ka zgjedhur ta kujtojë Fatos Nano nëpërmjet një video ku ka përmbledhur disa momente shumë interesante, apo jo? Duke konsideruar edhe një mik të tij dhe jo vetëm mik të Partisë Socialiste, por edhe mik të tij personal. Po, video kartoline ka quajtur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, apo pasuesi de facto i Fatos Nanos në krye të Partisë Socialiste, ka përmbledhur në një video lamtumire momentet kryesore, le ta themi, të Fatos Nanos gjatë karrierës së tij politike, por edhe hobit e ti nga muzika rock e të tjera, dhe kryeministri ndër të tjera shkruan se me këtë video kartolin lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish Fatos Nanon, i cili u nda nga jeta pas një lufte sfilitse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona, nga vendi i nderit në historinë e familjes sonë të madhe, u përcjell të gjithë atyre që e patën kryetar, shok e mik, ngushëllimet e mia vëllazërore. Megjithatë, kryeministri Edi Rama pritet të jetë edhe ditën e nesërme në Pallatin e Kongreseve për t'i dhënë edhe ai lamtumirën e fundit, le ta themi, ish kryetarit Partisë Socialiste Fatos Nano, pasi siç e theksova. Për ta theksuar edhe për publikun, ndërkohë që ti po raporton edhe po flet pikërisht për këtë video kartolin të cilësuar edhe kështu nga vetë kryeministri Edi Rama, jemi duke transmetuar në këto momente që nga vitet shumë të hershme të Fatos Nanos në politik, që në vitet e para të 90-s. Dhe janë momente të rëndësishme të karrierës politike, qoftë takime apo pritje të rëndësishme diplomatike. Po andon. Po siç e theksova, kryeministri Edi Rama pritet të jetë një ndër personalitetet e larta të shtetit shqiptar, të cilët do të kryejnë ditën e nesërme homazhet shtetërore, për shkak se ka disa
fasha për homazhet edhe për publikun për t'i sqaruar. Ditën e nesërme këto homazhe do të jenë në këto orare. Nga ora 8:30 deri në orën 11 do të jenë homazhet publike për gjithë qytetarët dhe për gjithë publikun. Nga ora 11:15 deri në orën 11:45 do të ketë homazhe shtetërore dhe nderim nga personalitetet të larta. Më pas në orën 12 në nderim të tij do të ndërpriten gjitha veprimtaritë dhe do të mbahet 1 minutë heshtje në mbar vendin. Dhe më pas në orën 12:05 ceremonia funebre shtetërore e lamtumirës, pra përcjellja e trupit në banesën e fundit. Dua të theksoj edhe një vendim tjetër, përderisa dita e zis do të jenë ditën e diel. Federata Shqiptare e Futbollit ka anuluar të gjitha ndeshjet e parashikuara për të mbajtur gjatë gjithë ditës së diel të gjitha niveleve sportive dhe ato do të mbahen në një ditë tjetër pikërisht për të respektuar zinë kombëtare për ish-kryeministrin Fatos Nano. Mirë, Andon, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, aty ku do të jenë dhe do të kryen homazhet në nder të kryeministrit Fatos Nano.